Përshëndetje. Përshëndetje ju vetë se unë nuk dua të xheroj sot. Pse? Dua të rebelohem. Pse? Po domethënë shumica e njerëzve që na shohin nuk na kanë bërë akoma subscribe. Ke drejt pra. Nuk do të xherojmë sot. Nuk xherojmë. Ja. Kjo është një protest për të gjithë ata që shohin pa manual dhe nuk bëjnë subscribe në Andale.al. Na bëni subscribe. Unë them ta xherojmë se kemi një telefonat shumë bukur. Një telefonat shumë bukur. Është shumë e bukur. Historia që do jetë sot. Po ne vazhdimisht sillim histori shumë të bukura dhe reale dhe ju vazhdoni të mos na vlerësoni duke na bërë subscribe. Domethënë çfarë duhet bëjmë shumë për ju? Ata ndoshta duan lek. Lek duam të gjithë. Po mjaftoni me historitë. Nuk kemi t'ju dhurojmë për na i të qeshur dhe ndonjë shtangje, siç e marrim dhe vetë në studio, mund t'ju adhurojmë. Patjetër, me kënaqësi. Përpara se të shkojmë te ajo historia, a mund t'ju them me leje për sot të them diçka? Lutem. Ha njerë. Sepse kam një ik të ri. Çunat që pin matcha. Gjëva mall. Jo, okej. Përveç Megli, por ata që pin matcha, domethënë si mundet një çun 2 metër i gjatë, brun me mjekër i mbajtur, të ulet në lokal dhe të thotë, "Më jep një matcha lule shtrydhe, të lutem." Edhe lule shtrydhe. E bëri më keq. Shtrydhe me qumërsoja. E kupton? Like, E kupton? E dini ju që unë s'kam provuar asnjëherë matcha? Asun. Më beso mos e provon, nuk je tip matcha ti. Asun s'jam? Ja. E shef, prandaj se kam provuar, po gjithë mos të defokusohemi nga çunat që pin matcha. Unë kam zbuluar një gjë tjetër. Nëse ju po flisim një çun që jeton jashtë shtetit, migra. Pa. Po, edhe tani ky të thot ty do vish në takosh, kalojmë ca ditë bashkë, knaqemi. Je në fazën e dating? Po njihesh, po, ka qenë ai në Shqipëri, keni kaluar shumë mirë, tani të shkoj të takosh ti. Okej. Por ai thot që të takosh, e ke shumë thjesht, thot thjesht hyj aty dhe preje një bilet që të takosh. Ta prezet? Po, edhe hajde te shtëpia ime që adresën se nuk të marrë në aeroport. Me lekët e mia. Po, në edhe taksi me lekët tuaja. Edhe të shkosh të takosh këtë. Tash taksin me lekët tuaja do e marrësh, po biletën Mund të do ishte pak më gentile ta presi ai? Jo, një sekond, a do që unë të vi takoj ty? Më paguaj. Është shenjë gentilese ajo. Po Normalisht do ta presi. Dhe Ta ajo presi është- ai ose të vi vetë në takoj, po deshi. Ajo është shenjë kështu që unë kam shumë dëshirë të takoj ty dhe të kam bërë dhuratë këtë biletën që ti të vish të takosh, kalojmë ca ditë bashkë. Po pra se shumë mund ta marrin këtë kur e dëgjojnë thonë këto materialistet duan t'ju presësh. Jo, mos e ka lidhje me gentilesën. Një mashkull kur do të tregojë që do të dalë me ty, të jetë i këndshëm, është minimumi që duhet bëj. S'po themi vitë marrë në aeroport. Jo, atë po e posëm, për kë kam shkuar funditës, po të thuash e ke shumë të thjesht, vetëm për biletën kaq. Ua, se s'më që shkuar në mendje. Ua, se nuk e dje që bileta pritet një aplikacion, paguajnë lekët dhe pastaj pritet. Prije, po do që takojmë, po s'do, mirë paf. Pritja një kokë. Shumë dakord. Ai ndoshta me anë të kësaj, a mund të jetë një fazë testi për shembull për të parë a je ti e gatshme për të sakrifikuar për këtë Për të sakrifikuar unë mendoj rrogën që time. ai pasi e ka çuar këtë mesazhin, ka zbritur poshtë dhe ka porositur një matcha me qumërsoja në lustri. Ose Po pastaj ai shkon dhe ka klasën e pilatesit Megli. Bravo. Ka bërë çorape për pilates, edhe bën Ua. stretching se do të zgjatet një 2-3 centimetra. Po mirë, mos si mundet instruktori me palestra ka thënë që pilates është shumë i mirë dhe për çunat. Futbollistët më kanë thënë që bëjnë pilates, po unë prapë nuk e kuptoj dot se si një çun mund të shtriqet. Se besoj si për asaj pajisjes pilatesit, edhe të Dhe mbajë jo si për dikujt. Ghetto. pa Bën bra. sens. Mua më kanë thënë Blerta dhe Megli që kanë parë çunat që shkojnë pilates, po unë realisht nuk do t'i besoj. Domethënë më duket sikur po tregojnë dhe po gënjejnë se si besoj dot që ka realisht çuna që Mos shkojnë. ndoshta nuk jemi ne shumë mendje hapura në këtë pikë, se e Jo, bëjmë këtë analizën. Duket shumë humoristike se mund të bëjnë çfarë duan, nuk është problem. Jo, unë Më jo. mirë të kapësh një çun që flet me një gocë në Instagram, po të marrë vesh që bën pilates dhe pin matcha me çefta steje se i humb burrëria. Ua, e Jo, më mirë ta tmerrshme. kapësh flasë me një gocë. Aty do them si meshkut e tjerë. Po. Ndërsa Maçi e ka si meshkut e tjerë. ka një Shiko, problem. gjithmonë duhet të shohim anën pozitive, se shikon ka gjithmonë situata që bëhet më keq, më keq, më keq, Më keq, po. Po, më keq ka gjithmonë, po si s'pa më mirë. Për më mirë, po Për më presi. E Gjoni, mos qeshni, se ajo që vjet pas kësaj, nuk është dashur për të qeshur. Historia që tha Megli. Historinë e jetës time? Apo? Është ky moment. Jeta jote. Ne episodin e kaluar folëm për historitë e ndaluara të dashurisë. Dhe kjo ishte një ndër to, një ndër histori që na erdhi, por Gjesi mendoi dhe gjykoi që do ishte më mirë që t'i jepnim një episod të plot vëmendje sepse e meriton.
Si histori pa. Dhe me thonë, ne kemi shumë pyetje, na lindën shumë pyetje kur po lexonim, që dojnë t'ja bënim gocës. Ne thamë pse jo, që të kemi një episod veç për këtë gjë dhe ta pyesim tamam. Ajo është 25 vjeç, është e fejuar dhe ka 2 vite e lidhur me një burr 38 vjeç që ka një djalë. Për të tjera, lutem regjia na lindën në telefon me Anën për historinë e saj. Alo. Hi, si jeni? Hi, Ana. Përshëndetje Ana, si e? Mirë, si jeni? Mirë. Faleminderit që pranove që ta ndash me ne këtë historinë tënde në pa manual. Faleminderit juve. Ana, si nisi historia jote, na trego pak. Alo. Atëherë, si që a thash, unë jam 25 vjeçë dhe jam e fejuar. Dhe jam në një lidhje me një burr 35 vjeç. Si nisi kjo histori? Ajo është tani ne kemi shumë vite që njihemi, ai njihemi që kur unë isha e vogël, jetojmë në një lagje, domethënë një lagje njëri tjetrit. Dhe kushëriri im është shok me të, dhe kështu nisi. U takua diku apo nga Instagrami, nga rrjetet sociale? Po, nga rrjetet sociale, domethënë nga Instagrami. Sa kohë kesh ti Ana që je e fejuar me këtë djalin? A mund ta nisim nga marrëdhënia që ke ti me të fejuarin tënd? Çfarë lloj marrëdhënie ke? Atëherë marrëdhënia me fejuar është shumë okej. Njihemi që për shumë vitesh, kam 3 vite fejuar me të. Dalim, kalojmë kohë bashk. Jemi shumë okej, domethënë. Ka diçka në marrëdhënien tuaj Që nuk shkon? Si ti, domethënë ai e dia të klikon që është në fillim. Mendoj që ka ikur me kalimin e kohës. Po, sikur është bërë gjithë gjëja monotone, nuk e di jam kuptoni. Ç'a ka ndryshe, ç'a ndryshon fiks nga marrëdhënia që ti ke me të fejuarin, nga marrëdhënia që ti ke me të dashurin, po them. Në ndjesi. Po, ne kemi 2 vite që jemi bashkë edhe është shumë marrëdhënie, si ta them, e ndezur, më kuptoni. Pasionante. Po, shumë. Ti e ndjen njëri tjetrin në çdo gjë që bëjmë, që themi. A mendon Ana që vjen kjo nga fakti që ju të dy jeni të ndaluar për njëri tjetrin, pra pasionin a shton fakti që ju jeni të lidhur fshehurazi me njëri tjetrin, apo mendon që edhe nëse nuk do ishte kjo, ju të dy do ishit prapë me këtë lloj marrëdhënie me njëri tjetrin? Në fakt mendoj se shton pak edhe kjo pjesa që jemi të ndaluar për njëri tjetrin. Kur u njohët në fillim, ti e dije që ai ishte i martuar dhe me fëmijë? Po, e dija. Dhe ai nuk kurse u mundua të ta fshehi ose të ta mbaj kështu. Jo fare, nuk është munduar fare që ta fshehi. Po si takuar për shumë për herë të parë? Folët shumë në rrjetet sociale, pastaj u takuat? Nuk është të folëm shumë, domethënë asnjë javë nuk është se kemi folur në rrjetet sociale. Po si ndodhi ky afrimi, domethënë mes jush? Thjesht një ditë në shkruajtje, edhe pastaj filluam duke biseduar për gjëra, domethënë gjëra të përgjithshme si fillim, pastaj u lidhëm si shumë me njëri tjetrin. Ku u takuat për herë të parë? Për herë të parë me takuar në një restorant në Tiranë. Në një restorant? Po ai se kishte problem për shembull që mund ta shihnin ose vetë ti? Jo, nuk ka problem. Unë kam pak problem fakt, ai s'ka problem fare. Pra ju dilni akoma në vende publike? Po, Ana, te letra që ka shkruar ka thënë që ata takojnë shpesh. Po, dalem akoma, domethënë. Moj goc, a nuk ke frikë? Mua bet goc është tani. A nuk ke frikë? Domethënë që dikush mund të shohë ose të njohë, apo keni ndonjë vend kështu specifik që është juaj edhe dini që aty është ka shumë njerëz. Ato restorante dhe dhoma. Po që privat. Tani frika është, domethënë thjesht përpiqemi që të zgjedhim vende që e dim që nuk është se ka shumë lëvizje.
A ka pasur Mirë. ndonjë rast për shembull që të ka qelluar ndonjë i njohur përballë ose afër, dhe keni qenë kështu në Gjakun tension? në fund këmbë. Jo, deri tani akoma. Okej, pas ke shpëtuar. Po në fillim për fare për shembull kur ky burri të ka dhënë një premtim që të ndahet nga gruaja ose diçka, Jo, nuk më ka dhënë asnjë premtim të tillë. pra ti nuk do që ai të ndahet nga gruaja? Je okej me këtë lidhje që keni krijuar kështu? Shiko, unë dua, por e di që është diçka që nuk do ndodhe. Ana të bëj një pyetje që kam që shpar që e mendoj. Po, Do ta bëj gjithsesi. po ma thuaj. Tani unë marr, domethënë, duke marr parasysh lidhjen tënde, tani në afat kohor, 3 vite më duket shumë, më duket edhe pak mund të jetë nisja e fejesës. Pra unë mendoj që ti je akoma në kohë për t'u shkëputur. A e mendon ti që të ndahesh nga i fejuari jot edhe ndoshta në mos me këtë burrin, ndoshta s'është ai i duhur dhe mund të jesh dikë tjetër? Të them të drejtën, nuk e kam menduar që të ndahem nga i fejuar, domethënë. Po, do të ti nuk e ke menduar ndarje nga i fejuari, por po thoje që doje që ai të ndahej nga gruaja. I dashur. Jo, Po, mendoj nëse që ai të Ana ndahet, do të ndahet nga ndahet, fejuari vetëm nëse ai ndahet nga gruaja apo jo? Po, A shef? Zonë e sigurt, kështu, domethënë luajtje në zonë të sigurt. po, është normale. Po, domethënë, prit. E do aq shumë të dashurin sa të ndahesh e ti e para nga i fejuari? Edhe ti thua që ti tregosh atij që shiko se unë jam gati për jetën tonë të re bashk? Nëse ai do ma premtonte si gjë, po, do isha gati. Po nuk ka rënë asnjëherë muhabeti për shembull që shiko se unë do lë gruan ose do ndahem nga ajo. Ta se lën kur gruan. Jo, nuk më ka thënë kur. Se ka thënë kur? Ai të tregon ty për marrëdhënien që ka me gruan, pra a kanë ata një marrëdhënie si bashkëshort normal apo kanë një marrëdhënie thjesht për hir të fëmijëve me bashkëshorten, apo është një marrëdhënie korrekte Po, e kuptoj. rregullt? Tani, me sa unë di dhe me sa më ka thënë ai, domethënë thjesht janë për hir të fëmijës bashk. Ti the që gruan e ti e Nuk njeh. është se... Po, një... Nga një. Duke qenë se jetojmë në të njëjtin vend, Në lagje. po, A ka pasur ndonjë moment Edhe që një kishte mbyer person për shembull dhe jeni parë, Ata një dukur fajtore për shembull? dalin bashk. Jo, a dilni bashkë me gruan? gjithmonë. Jo, nuk dalën bashkë. Lagje përballet me gruan e tij. Ka një moment që e sheh dhe mendon që e fajtore ose nuk e di, ke ndërhyrë në një lidhje, në një martesë. Po, e mendoj në fakt shumë shpesh, por mikën pastaj. A të bezdis fakti që ai kryen marrëdhënie seksuale me gruan? Më bezdis. Po ti, domethënë a e bezdis atë fakti që ti kryen marrëdhënie seksuale me të fejuarin? E bezdis, po, shumë. Ti në të letra që kishe dërguar, që kishe shkruar të pamanual, i the që ti je xheloze e çmendër pas ti dhe ai pas teje, se tani po e zbuti çik, po ujrat ta më I pak e urt. Akulli u thye tani na trego tamam. Tani, unë bëhem shumë xheloze për të. Domethënë për çdo femër që merr shkrim rreth tij, unë jam xheloze. Pse kush merr ka të tjera apo jo? Me sa ndion, jo. E ka fjalën për vajzat që punojnë me të. Kolegët e punës dhe këta. Po, kolegët, punëtorët që ka të puna. Ke qenë ndonjëherë te puna e këtij ti? Po, kam qenë. Po ke parë kështu mina të klienta. punëtorët? Jo, nuk i kam parë vegat. Ja. Cila është dëshira jote për këtë raportin? Se prandaj të pyeta edhe pak më parë. Ne po flasim vetëm për marrëdhënien tënde dashurisë me të dashurin. Pra, hiq ndjesit, hiq pasionin, hiq ata adrenalinën e momentit nga historia, nga fakti që kjo historia është ndaluar. Nëse këto nuk do ishin, a do e vazhdoje akoma këtë marrëdhënie që ke me të dashurin, apo do doje që një marrëdhënie stabile ta kishe me të fejuarin, me atë që ti je? Në fakt, një marrëdhënie stabil doja që ta kisha me të fejuarin. Ti ke hyrë në këtë lidhje me këtë burrin e martuar, po në opinionin tim ti je aty vetëm për seksin apo jo? Për pasionin?
Jo vetëm për pasionin, se ndjej për të, domethënë. Ta bëjmë një analizë kështu në peshore, se për shembull unë do doja ta bëja. Çka ka i fejuari që nuk e ka i dashuri? Kemi një lidhje më pak toksike, domethënë, Me të dashurin. me të fejuarin. Është toksik i fejuari. Çfarë bën? Është më pak toksik. Është më pak toksik se i dashuri. Mënyra se si e kishe përshkruar të fejuarin, është i fejuari ishte ndryshe nga i dashuri, apo djali i urtë, i edukuar. Domethënë ishte e kundërta e të dashurit, apo jo Ana? Po, e kundërta janë, komplet e kundërta. Më thënë, i fejuar ishte një qetë, më i sjellshëm, më i edukuar. Ta kishin ndonjë ndryshim. Kam përshtypjen që unë e Nuk të di. vjen keq Për çfarë ti vi keq? për fejuarin. Edhe ka tradhtu me atë burrin, edhe për gruan e atij dhe për çdo gjë në këtë rast. Të njëjtën gjë do ja thoja edhe shoqërisë me të ngushtë. Dhe vetes para pasqyrës. Se është një pyetje që nuk e eviton dot. A do të ndihem edhe për fejuar, ndihem edhe kur shoh gruan e tij në rrugë, por e vazhdon prap. Po unë do të pyesja, fejuari jot nuk ka dyshuar kurrë që ti mund të kesh diçka tjetër, nuk ta ka dhënë asnjëherë një fjalë, një debat për të muhabet. Jo, deri tani nuk është se ka dyshuar kurrë, as nuk më ka pyetur, domethënë asgjë. Vazhdojmë daljen Është okay, domethënë nuk është se më lart se meshkujt në Me këtë sektor. jemi të zonjat. Jemi të zonjat, clock it girls. Po ti për shembull tek i fejuari e kontrollon telefonin ose ke dyshime tek ai për shembull për ndonjë gjë të caktuar ose a bësh xhelozis më kënaq Se fare. e di ajo ka masterclass. Që si ka të gjendjen e vet dhe muajin, a e ka hapur në SMS në Snapchat dhe pikët e Snapit, e zëm se në një situatë hipotetike. Ajo e di, ajo Jo, po jo do të pyes për shembull a është xheloze për të fejuarin. A intereson për të fejuarin në shpytje? Jo intereson, atë do të kemi vjestabël, intereson Jo, pra asaj. se të i bësh xheloze për njërin, do thotë që të intereson ai njeriu. Bësh xheloze Ana? unë e kontrolloj telefonin sa herë që jam me të. Ha. Fejuarit? Po, Por pa e ditur ai që ja kontrolloj. nuk e traston. Telefonin të fejuar. Është siguri për veten e vet, më që thotë që unë po Po trastoj traston jo. ti të një njerëz që po e traston, my femër. Po jo e doj, nuk do ta lër atë. Po të mos interesonte, ne kemi pasur rastin. Kemi pasur rastin e tradhtis, që ajo tha, unë nuk ka kontrolloj më telefonin e burrit, më intereson më fare, por atë nuk kam xheloze fare. Në këtë rast kemi Po anën. ti nuk e le anën të përgjigjesh për pyetjen që unë i bëra, jo shumë e rëndësishme. Mund ta lëm të Po, përgjigjet. Ana. Se ku ka për plesh koke, më fal. Pelesh koke. Ana tani do thot kush ishte pyetja? Pyetja ishte, a të intereson realisht i fejuari për faktin që ti vazhdon ja kontrollon telefonin, pra si e percepton ti këtë ndjesinë që ke që duhet ja kontrollosh telefonin edhe pse ti e tradhton atë? Ok, ja kontrolloj telefonin, dhe diku më intereson, përderisa ja kontrolloj telefonin, dhe nuk do doja që të më trahtonte, domethënë. A thash. Kjo është Njëherë të jesh femër është fantastike. po, Është domethënë, është qenia më e lartë që ekziston. ajo çfarë do As unë nuk e kuptoj si funksionon. Ajo çfarë do thoja unë është që kjo historia është fix woman in man field. Pra, kjo është historia shumë e bukur se një mashkull nuk të pranonte kur ta tregonte këtë historinë kështu. Në opinionin tim, unë mendoj që Ana në mendjen e saj e do të fejuarin, nuk do që ai të ikit në një tjetër, pra që ta tradhtoj, dhe duke qenë se Ana e di shumë mirë që me këtë burrin nuk ka si të ardhme, sepse në asnjë moment të 2 vite ai nuk i ka premtuar që do lër gruan dhe fëmijët e tij. Ana thotë që këtë të fejuarin e dua këtu, ta kem timin. Pastaj sa zë të tjetrin. Kjo është shumë egoiste. Egoiste është. A është a mendon Ana që është egoiste? Ne, po, e mendoj që është egoiste, është në fakt egoiste. Si do ndihesh që ti nëse merre vesh që i fejuarit ka 2 vite që të tradhton? Dhe vrisja. Si? Çfarë do bëje? Dhe vrisja. Dhe e vriste. Dhe vrisje. Si mendonte që do reagonte i fejuar jot po të merrte vesh që ti ke 2 vite që e tradhton në 3 vite lidhje? Do ndaj me mua. Unë mendoj që ta falte.
Dhe mendoj që do të Mendoj nga falte. përshkrimi do ta falte. Jo, do ta falte, thjesht do ndaj. Mendoj që do ndaj. Ndonjëherë duhet të ulemi kështu me këmbë në tokë dhe të bëjmë ca llogari me atë letrën kështu që ka pros and cons, prot dhe kundër, dhe të marrësh një vendim që do ishte në të mirën tënde. Pra, nëse ti mendon që i fejuari yt ty të jep një jetë stabël dhe ti do ta zgjidhje për te adrenalinës momentit, pse ndryshe nuk jep fund me të dashurin? Domethënë, është një pyetje shumë. S'ka pasionin që ka me Po, a nuk mendonin që pasioni mund ta merr fund? rregulloj ajo, mund ta flasi për jetën seksuale, mund të bëj 2-3 ndryshime. Është çuni i mirë, ndoshta ai çuni i mirë nuk e plotson këto. Mund të mobilizohet pak, të kthjellohet, se nuk mund të jetosh një jetë të dyfisht përjetësisht. Nëse ti imagjino një të ardhme me dikë, flitet për seksin, çka nuk të pëlqen, çka të pëlqen. Ndoshta eksperimenton diçka, më thjesht eksperimentosh në seks, sa të mbash një jetë të dyfisht, me gjithë respektin. Unë mendoj që njeriu është qenie egoiste në thelb dhe mendoj që Ana dihet shumë mirë që në shtëpi ka një të fejuar që është aq i sjellshëm, aq i mirë, nuk është aq toksik dhe është tamam ashtu si çdo gocë do e ndërronte në sjellje dhe në karakter. Dhe nga ana tjetër është ajo ana toksike brenda çdo njeriu që i pëlqen edhe e ndaluara me një burr që e di që nuk do të llogari fund ditës se çka ka bër. Di gjë nëse ai ka pasur ndonjë të dashur ose dashnore tjetër para teje që ka tradhtuar gruan? Po, ka pasur, ka treguar që ka pasur. Ka pasur? Po, Mendoj që ky është një manipulues shumë i mirë. A mund të jemi sinqert? po më thuaj. Fakti që ti e di që ai përpara teje ka patur një histori tjetër me një vajzë tjetër si ty, mua do më bënte ta rimendoja shumë mirë ndjenjën që kam për këtë të dashurin tënd. Sepse të qenë një burr 38 vjeç që ke një familje dhe vazhdimisht zgjedh të tradhtosh gruan me vajza të ndryshme, mendoje që të njëjtën gjë ndoshta mund të jetë duke bërë me ty dhe ti mund të jesh thjesht një e radhës në listë, domethënë që do iki shumë shpejt. Dhe mendoj që në këtë pikë duhet të marrësh ca vendime për respekt të vetes tënde. A nuk mendon? Po të menduar në fakt shpesh të gjë. Po më duket shumë i sinqert e lidhja me mua, lidhja me ndjenja që thot që ka të mua. Po ç'a mendon që e bën ndryshe marrëdhënien me ty nga marrëdhënien që ai ka patur me vajza të tjera para teje? Për shembull. Fakti që jemi shumë tjere me një tjetrin, më tregon çdo problem që ka, çdo shqetësim, ndajmë gjë bashkë, po më thonë. Ju flisni me mesazhe apo vetëm kur takoheni? Pra flisni rregullisht çdo ditë në telefon? Në spasim 24 orë. Çaj i ke vënë emër tjetër apo siç e ka? Po jo, emrin e vet, siç e ka. Dhe i fejuar jot se ka kuptuar kurr? Jo, se ka kuptuar kur. Si? Nuk e ka kuptuar kur. Po ai për shembull me gruan e tij, gruaja e tij nuk mendon për shembull që ndoshta e di që ky e tradhton dhe thjesht nuk reagon, edhe është okay apo nuk ka iden fare që ky i bën këto gjëra pas shpine. Unë mendoj që nuk e ka iden fare ajo. Të kur baraspeshon ana fajin me pasionin, pra nëse ka 2 vite që vazhdon, tregon që ka më shumë pasion edhe nga njëra anë edhe fajin e mbulon me këtë gjën tjetër. Mirana, unë nuk e di se sa të shërbeu kjo si telefonat, shpresoj shumë që të jesh ndier. Unë e dëgjova dhe ndjej që ti je pak në siklet, me thënë të drejtën. Po realisht ne kemi patur përpara 3 episodesh një vajzë tjetër që ka treguar një histori të ngjashme dhe fatmirësisht ti nuk je e vetmja vajzë që ka një histori të tillë. Ti nuk je i vetmi njeri që je konfuze mbi ndjenjat ose me vendimet që duhet të marrësh. Ajo çfarë do doja unë sinqerisht të thoja me shumë dashuri është që të marrësh vendime për të respektuar më shumë veten tënde, sepse duke qenë plani B ose C ose D i një njeriu, përveç atij pasionit dhe adrenalinës që unë gjykoj që do marrë fund shumë shpejt, se nuk zgjat përjetësisht, unë mendoj që ti duhet zgjedhësh as të fejuarin as të dashurin, po të zgjedhësh veten tënde. Shumë faleminderit që e ndave historinë. Thank you. Thank you, Ana. Unë faleminderit ju dhe jeni shumë të mirë. Përqafojmë shumë, paqem.
Ancen. Tani është momenti që të vazhdoj debatin tamam me gotët në Shiko, studio. është Ajo shumë nuk është plani B, keqme. ajo ka një plan B, ajo nuk është plani Ajo B. është plani B. Ajo s'është plani B. Ajo Do të është thonë, nëse plani okay, B. nëse do marrim kështu, ajo ka një plan B në shtëpi dhe ai ka një ajo ka ka një Kjo plan është B. plani B i ati. Ajo ka, bravo, ajo ka një plan Sepse ajo thot unë e lejt fejuarin dhe çdo gjë nëse ai e lën grun. Ajo Që ka- këtu e kupton që po. plani parësor është ai, por duke mos e pasur Ajo ka, po, ai burri martuar ka plan B këtë gocën, Po, anën, ka DC, dhe kjo, po normal se në këtë historik që ka ai, dhe Ana ka plan B të fejuarin. Po. Në këtë rast, po, pra, Jo. ajo në asnjë moment nuk ndjehet me veten e saj, se thotë unë kam një shtëpi që po e mbaj aty. Moj nuk e thash. Kjo i është prap, egoiste. Unë thash, ajo i thash mund të lëndohet, sepse ajo përderisa ka kaq shumë dinje dhe është e gatshme të lejtë fejuarin për burrin e martuar nëse ai e le gruan. Nëse ai e le grua. Po, nuk është thelbi lënia gruas, është thelbi që ajo ka ra mren me burrin e martuar. Dhe po mundohesh ati shpjegoja që në qoftë se ajo thjesht do thonte unë dashuroj të fejumin tim, po i ke takoj burrin e martuar një herë në muaj, se kështu kam qef, për punë qefi, po nuk e konsideroj do që të lidhem ndonjëherë me atë, atëherë do ishte ndryshe. Ajo ka ra mren kokë kam me burrin e Se mendoj martuar. këtë. Unë mendoj që asaj pëlqen pasioni, E pëlqen muhabeti që flasin. të dush të lësh fejumin dhe jetën tate për një burr të martum, do të thotë që e do, se s'po e lën për seksin, se seksi është kudo. Është shumë konfuze sepse mosha 25 me vërtet nuk është shumë e vogël absolutisht për të kuptuar ti lloj çandjesishke. Është një moshë fiks tranzicioni që ti realisht nuk e di ç'a do, edhe ndonjëherë nuk e di kush je. Dhe unë prandaj thash, në një ca momente ti mund të biesh lehtësisht të mirësh me shqelm, sepse ti kujton që kjo është jeta që ti do. Dhe të kesh një djalë të mirë në krah, që realisht ndoshta nuk është seksi më pasionanti në botë, po ai ka ca vlera të tjera përkundrejt këtij të dashurit tën 38 vjeç që ka dhe një fëmijë në shtëpi dhe gruan e tradhton vazhdimisht, ti duhet marrësh sa vendime dhe vendimi i parë është të respektosh veten. Vendimi i parë është të ndash ato dy, se në këtë pikë dha të fejuarin e mban kot në shtëpi dhe këtë e mban kot se ka grua tjetër. Problemi qëndron që mua kjo më duket tamam si tragjikomedi, se ka me gjithë respektin se po i quaj kështu se nuk kanë ato dy budallënj, ka dy budallënj nëpër shtëpia, që ajo sa ka kuptuar akoma që nuk e tradhton mbare mrapsh mirë, ai si kontrollon një telefonin kësaj për ta parë çfarë bën e fejuara ime. Se duhet dikush në një marrëdhënie të shëndetshme nuk e kontrollon telefonin. Ndoshta ajo është aq e mirë, aq ekselente në fshehjen e gjërave që bën sa që ai nuk i lind asnjë dyshim. Do të thotë rastësisht një ditë nuk do të çojë. Mua më konfirmohet një nga teoritë më kryesore jetësore që ai që është shumë xheloz të kontrollon gjithkohës është ai që po tradhton. Po, kjo është absolute. Domethënë nëse ai realisht po është beso dhe kontrollon të pikë unë të fshin të mbyll syt për një person që mendoj që kam në shtëpi dhe më do. Dhe mos ta kontrolloj një. Unë në një lidhje të shëndetshme unë nuk zgjohem një ditë në një natë të kontrolloj telefonin, nëse nuk kam asnjë sinjal që partneri im po bën diçka të dyshimt. Si do zgjohem unë në momente të kontrolloj telefonin prit se ndoshta po më tradhton, kur ai është në rregull? Nuk e bëjnë njerëzit të shëndetshëm në lidhje të shëndetshme. Nuk mendoj që lidhje shëndetshme është të kontrollosh telefonin çdo mëngjes ose çdo darkë. Po mendoj që një herë ca kohë duhet ta shohësh për ta kontrolluar se kush është kjo gjëja. Po çfarë thoni? Po pse duhet të kontrollojmë telefonin kur unë thjesht komunikoj me atë dhe ai nuk më lë mua sinjale. Nëse sepse s'duhet kesh besim mjaftueshëm te ajo që ke në shtëpi. O, Jess, po ti mund dalësh në rrugë shtyp edhe makina. Çfarë do të thonë kjo? Uatifi po më tradhton, po më tradhton. Bëhesh e bezdishme të lën tjetri. Një sekond, më mirë këtë pikë, në këtë pikë ka më mirë që unë ta kontrolluar dhe kam parë se ka tradhtuar, sa të më lërë se thotë ti kontrollon telefonin tim. Shumë benarin telefonin, thotë me kë flet e pyet. E pyet kot me kë flet për kortezi, e kupton? Ne kishim rastin e vajzës përpara 3 episodeve që kishte 12 vite e martuar dhe 6 vite që tradhtonte sistematikisht dhe kontrolloi sistematikisht dhe prapë burri nuk ishte arritur të kapte asgjë dhe kjo nuk do të thotë që po të kontrolloj automatikisht do të gjej tradhtim. Ti mund të jesh asi në fshehjen e gjërave. Nuk e kam tek kontrolli se do gjesh se s'bën ose te tradhtia që nëse ai mund të mos gjej kurrë asgjë ti prapë e tradhton si drejtë. Ti s'ke të kontrollosh mu telefonin një herë. Kush ta jep të drejtë të kontrollosh mu telefonin? Moj nuk ka lidhje me këto se këto lidhje të pruar. Nuk kam te kjo gjëja. E kam te sesi që ti ke një dashur në shtëpi, e sheh që po shkruan 24 orë non stop me dikë. Robi, si shkon banjë ose në telefon? E bën, po patjetër ai që do të tradhtoj lum fen. Ajo ka flas 24 orë. Robi nuk e pyet njëri fejuari me kë drejshin po flet, nuk e zot një kokë me kë po flet, ata janë gjëra që ndodhin çdo ditë.
Robi tani vetëm ti të zhbllalla fare, më bën mua, tipo më bën realisht mua të dyshoj në veten time që unë kur flet për shembull i dashurim në telefon me dikën nuk e pyes, të shkoj te telefoni me kë po flet. Po jo, moj, nuk ka thënë ta bësh për herë, por në momentin që ti je që është në telefon dhe 24 orë non stop me shkrim, ti mund të jeni në krevat, mund të Unë jeni në një pikë jam dakord me ty që po, në një marrëdhënie të shëndetshme, dy njerëz duhet bëhen xheloz për njëri tjetrin, po jo xheloz në të qenurit toksik dhe aq shumë ti marrësh frymën tjetrin me kë po flet. Jo, nuk e kam të kjo, po kam nësin që ti ke 3 vite e fejuar, ose edhe tita që ka sa vite e martuar, dhe së mos për atë që më habi që se ka kuptuar akoma, ose ndoshta jeton ajo në iluzionin e saj që ka martesë perfekte, nuk e di as këtë, më bën shumë përshtypje që edhe ky çuni aq mirë slet Ana me këtë dhe aq çdo gjë ja plotson seksualisht edhe në një lidhje të shëndetshme, sa i nuk e ngritet kurrë dyshimin që kjo ndoshta mund të ketë diçka tjetër. Për mua gruaja e tij e di dhe si çdo grua tjetër, si shumica e grave të tjera që kanë burra të cilat i tradhtojnë, e din, thjesht zgjedhin komoditetin e të paturit fëmijë, të ruajturit familjen, ndonjëherë dhe lekëve, se ky tip ishte njëri që kishte lek. Kjo tema s'ka fund kurr, po tashi nuk e di. Di dhe unë një histori që një gocë shkonte me një burrë të martuar, edhe ai tha ne po rrim për hir të fëmijës, nuk ndahemi dot se është i vogël, dhe gjatë kohës që këta rrinin bashk, thonte unë nuk e prek gruan time me dorë, mendoj vetëm për ty, dhe pas ca kohë që këta u ndan, kjo e takon gruan lektit në një lokal dhe ajo është shtatzan. Jo që bënin, dukshëm i lunin fen pa frena. Mirë. Nuk mendoj që kemi çfarë diskutojmë më nga kjo historia. Jo, thjesht opinioni im është që ajo vajza po vërtitet rreth pasionit edhe kaq. E mira është në jetë mos fluturosh gjithmonë me presh, po tulesh ndonjëherë dhe me këmbë në tokë. Me gjithë respektin për çdo që është duke fluturuar me presh për momentin. Edhe mendoj që ndonjëherë kënaqësinë tënde mos ta bësh kurriz dikujt tjetër. Po, e mira është po, për çdo gjë që ti bën në jetë të mendosh se si do ndihej ai tjetri. Unë e di që njeriu është një egoist. Jo, s'do ndihesh se ti po ta bënin ty, se tha unë do e vrisja. Po, unë do e vrisja. E mira është që ti në veprimet që bën të mendosh pak edhe se si ai tjetri po ndihej ose do ndihej. Ose në fund të ditës ti po i ndalon atij tjetrit të lidhet dhe të gjejë lumturinë dhe dashurinë. Po, do thjesht dua të them një gjë që them gjithmonë. Nuk ka orë se kur mund ta gjesh personin e jetës, mos ki frikë se po ngel në derë dhe të duhet një plan B. Rri vetëm, knaqu, eksploro, pasion, etj. Mos knaqu në hir të kesh një plan B që ai është individ me ndjenja, me gjak, me shpirt. Bëje vetëm, knaqu, udhto, bë çfarë të dush, nuk ka një limit kohe për partnerin tënd dhe orën biologjike se mos ngel në derë apo jo. Është 2026, nuk ngel njëri në derë, po ngel në derë, ikte dera tjetër edhe vazhdo jetën. Ose thjesht rrin dertate, pa gjetur një derë tjetër. Unë vetëm gjë që kisha për ta mbyllur është i lutem gocave mos i merrnim qafë çunat e mirë se ka plot goca që presin t'i marrin dhe t'i gjejnë. Pa, që përkojnë me të madhe. Po, t'i marrim qafë. Ti hypin qafë apo? Jo ti hypin qafë, t'i marrim qafë. Shihemi në episodin e radhës? Po, do shihemi. Patjetër do shihemi. Dhe na bëni subscribe për të gjetur burrin tuaj ideal. Dhe mos të tradhtoni me një podcast që mendoni që ne jemi të mirat, se ne mund të bëjmë një shpërfshirje në japim pasion. Dhe ne kemi pasionin ton. Ne kemi. Kush bën like, subscribe, follow çdo gjë, ecën marr 7 ditë fat çoja një miku për të gjetur burrin e hënë. Një burr që nuk të tradhton për më tepër. Në këtë pikë. Natën e mirë, ju duam. Bye. Ándale.